Përshëndetje dhe mirë se erdhët në një episod tjetër të Beyond Donja me Antën. Unë jam Anta, mjeke estete dhe themeluese e klinikës Sonja. Në episodin e sotëm do të flasim për melazmën. U mendova shumë gjatë në fakt, nëse duhet kisha dhe një mjek tjetër të ftuar në këtë episod, por pastaj kuptova që jam kaq e apasionuar për trajtimin e melazmës dhe dua që të cek dhe të trajtoj disa tema në lidhje me trajtimin e melazmës që nuk mendoj se do i arrija dot me një tjetër të ftuar këtu në studio. Kështu që ky episod do të jetë vetëm me mua. Unë nuk vuaj vetë nga melazma, por është diagnoza që shoh më shpesh tek pacientët e mi. Ndaj jam përkushtuar aq shumë me aparaturat që kemi në klinik, me trajtime të ndryshme për të gjetur një zgjidhje sa më afatgjatë për pacientët e mi. Kini parasysh që melazma nuk është vetëm një njollë, është një histori me shumë faktor, me shumë emocione, ka shumë keqkuptime brenda, shumë trajtime të dështuara, që shpesh e lën pacientin të dëshpëruar. Në këtë episod dua që t'ju çoj përtej njollës. Dua të kuptoni më shumë se çfarë është melazma, çfarë funksionon për të, çfarë mund të bëni gabim në trajtimet tuaja dhe si të ndërtoni një plan dhe të gjeni mjekun e duhur që ka njohurit për t'ju gjetur zgjidhja. Melazma është një gjendje e lëkurës në të cilën shfaqen njolla, kryesisht në ballë, në faqe, tek zona përreth syve, në hund, tek buza e sipërme dhe ndonjëherë edhe në mjekër. Megjithatë, melazma nuk është thjesht pigmentim dhe këtë gjë duhet ta fiksoni shumë mirë në kokën tuaj. Melazma është shumë e komplikuar si patologji dhe cilësohet si një patologji kronike. Pra një pacient që ka melazma do të ketë melazma për gjatë gjithë jetës, sepse melazma përfshin aktivizimin e melanociteve, janë ato qelizat që prodhojnë pigmentin, që nxiten nga faktor të brendshëm dhe nga faktor të jashtëm. Dhe jo, melazma nuk është vetëm një problem estetik i thjesht, por është ajo që unë ju thash, është një gjendje kronike që kërkon një menaxhim afatgjatë dhe jo një trajtim njëherësh. Çfarë e shkakton melazmën? Melazmën e shkaktojnë jo vetëm rrezet e diellit, sepse zakonisht faktori kryesor shkaktar i melazmës etiketohet dielli, por në fakt nuk është vetëm rrezatimi ultraviolet, por janë edhe komponentë të tjerë. Nëse ngelemi te spektri i dritës, nuk shkaktohet vetëm nga rrezatimi i diellit, por melazma përkeqësohet dhe bëhet trigger edhe nga drita blu. Drita e telefonit, drita e kompjuterit, drita e laptopit, pra kur ju punoni përpara ekraneve. Ndaj, dhe pacientët të cilët kanë një profesion të lidhur kryesisht me punën përpara një kompjuteri, ata ose janë më të vështirë për të trajtuar për sa i përket melazmës, ose bëjnë një rikthim më të shpejtë të melazmës pas terapisë që ne kemi bërë, dhe ata kërkojnë një ndjekje shumë më rigoroze dhe një kujdes shumë më rigoroz në shtëpi, se sa një pacient tjetër që nuk është aq i ekspozuar ndaj dritës blu. Një faktor tjetër i cili shkakton melazmën, ose që nuk mund të themi fiks shkakton melazmën, por që përgjigjet për melazmën, është dhe predispozicioni gjenetik. Ne shpesh e harrojmë gjenetikën, ne anashkalojmë gjenetikën, vetëm kur pacientët i pyes në anamnezë të detajuar nëse ndonjë nga prindrit, nëna e vet, dikush në familje vuan nga melazma, e cekin si problematik gjenetike. Përveç kësaj, faktori më i rëndësishëm që ndikon tek melazma janë hormonet. Dhe nëse ju e vini re, melazma zakonisht ose ju është shfaqur pas shtatzanive, ose mund të jetë shfaqur pas përdorimit të kontraceptive, ose mund të jetë shfaqur pas një terapie qoftë edhe për problematika të tiroides, PCOS-s, dhe melazma është një lloj si një kurb. Gjatë ditëve të ciklit menstrual, melazma juaj, nëse tregoni të kujdesshëm, nuk ngjan njësoj. Ka disa periudha të ciklit kur ajo theksohet më tepër dhe ka disa periudha kur ajo zbehet dhe qëndron më nën kontroll. Përveç kësaj, melazma ndikohet shumë dhe nga gjendja inflamatore e trupit.
Nëse ju keni një problematikë si një sëmundje autoimune, ose nëse keni endometriozë, PCOS, një tiroidit Hashimoto, të gjitha këto gjendje shkaktojnë dhe një përkeqësim të melazmës. Përdorimi i produkteve të gabuara, produkte të cilat mund të bëjnë një peeling shumë të thellë të lëkurës, që mund të dëmtoni barierën, mund të nxjisi daljen dhe përkeqësimin e melazmave, e njollave. Përdorimi i acideve të forta pa një supervizim mjekësor. Ndërhyrjet estetike të pakujdesshme, sepse unë shoh shumë pacient që i ritheksohet melazma pas një trajtimi CO2, pra një trajtim me shumë nxehtësi, ose pas një trajtimi si plekser, si energjie ionizuar, ato si pika të vogla që djegin lëkurën, mund të shkaktojnë hiperpigmentime, mund të nxisin dhe mund të përkeqësojnë melazmën, pavarësisht se duket sikur në një moment të caktuar ajo e shëron, por ajo rikthehet më keq, por do flas pak më vonë për këtë lloj problematike. Pra, siç e kuptuat, melazma nuk ka një arsye të vetme pse shkaktohet, sepse ju vini në klinikë dhe më thoni: "Doktoresha, po unë ruhem shumë nga dielli, po unë e riaplikoj SPF-n çdo 2 orë." Po, por nuk mjafton kaq, sepse melazma konsiderohet multifaktoriale. Ne përmendëm ekspozimin në diell, ne përmendëm faktorin hormonal, kontraceptivët, përmendëm gjendjet inflamatore të trupit, por ju duhet të kuptoni gjithashtu se edhe nëse e ruani fytyrën dhe ekspozoheni në diell dhe nxini lëkurën e trupit kur jeni në plazh, sërish melazma juaj do përkeqësohet. Duhet të kuptoni që nëse nuk qëndroni në ambiente të freskëta përgjatë verës, sërish melazma juaj do përkeqësohet. Madje mbrojtja më e mirë është kur vihen disa ventilatorë që lëshojnë ajër të freskët gjatë gjithë kohës që lëkura juaj të qëndrojë ftohtë, ose nëse kryeni trajtimet e gabuara estetike, pavarësisht se e di shumë mirë që nuk keni qëllim për të përkeqësuar melazmën, por për ta rregulluar, por ka raste që shumicën e kohës vërtet e bëni më keq, nëse nuk jeni në ndjekjen e duhur. Gjithmonë u them pacientëve se për të kujdesur për melazmën, puna më e madhe i takon atyre. Më shikojnë të habitur shumicën e kohës, sepse ata vinë në klinikën Onja për të gjetur një zgjidhje. Por unë nuk jam magjistare dhe më duhet të jem shumë e qartë në udhëzimet që jap. Pse është e rëndësishme që puna më e madhe për trajtimin dhe zbehjen e melazmës i takon pacientit? Sepse kujdesi në shtëpi është 90% e punës. Ajo që ne bëjmë në klinik është vetëm 10%. Ne në klinik mund të arrijmë për të hequr pigmentin, por kujdesi në shtëpi bën mbajtje nën kontroll të këtij pigmenti që ka mbetur në lëkurë, sepse asnjëherë nuk mund të largohet 100% në varësi të thellësisë që ka melazma në lëkurën tonë. Dhe kujdesi në shtëpi nuk do të thotë që ju thjesht të bleni një produkt me vitaminë C dhe aty përfundon gjithçka. Duhet të zgjidhni produktet e duhura, përbërësit e duhur në mënyrë që ato të funksionojnë. A e keni vënë re që kur përdorni vetëm një serum me vitaminë C, njollat tuaja nuk do të zbehen? Okej, lëkura merr një farë shkëlqimi, por njolla nuk do të zbehet. Pse? Sepse vetëm vitamina C nuk mjafton. Fiksojeni shumë mirë këtë gjë. Vitamina C, që të funksionojë në zbehjen e njollave, duhet të jetë kombinuar dhe me përbërës të tjerë, siç janë alfa-arbutina, acidi ferulik, acidi koxhik, dhe këto të gjitha të vendosura në një formulë ju ndihmojnë ju që të mbani nën kontroll dhe të zbehni njollat në shtëpi. Madje bëjnë punë shumë të mirë edhe efikase. Produkti që unë sugjeroj më shumë është serumi me vitaminë C dhe alfa-arbutin i Domus Oleatos Canës që ne e kemi të Cocomedi. E di që ky është një produkt që funksionon sepse e kam parë tek pacientët e mi. Kam pasur një herë një rast, një vajzë të cilës i kisha dhënë të përdorte vitaminë C dhe alfa-arbutin 2 javë përpara se të vinte për procedurën e moksit, dhe njollat e saj kur erdhi ishin zbehur komplet, dhe unë e ktheva mbrapsht dhe i thash: "Ne nuk kemi nevojë për një moksi sot, sepse puna më e madhe është bërë nga vitamina C dhe alfa-arbutina. Ndoshta do të shifemi pas verës për të vendosur sërish një protokoll të ri trajtimi për ty." Përveç kësaj, të ndërtojmë një rutinë të mirë në shtëpi nuk është vetëm një produkt, nuk është mjafton vetëm një serum me vitaminë C dhe alfa-arbutin. Ne në varësi të komponentit që ka melazma, komponenti sipërfaqësor dhe komponenti i thellë, na duhet që ta targetojmë këtë problematik në disa nivele,
qoftë me vitaminë C dhe alfa-arbutin që veprojnë pak më thellë, por sipërfaqe ne ta gëtojmë nëpërmjet peeling acide frutore, të cilat përdoren në shtëpi, të cilat janë në përqindje pak më të ulta se ato që përdorim në klinik, sigurisht në mënyrë që ju mos ta dëmtoni barierën, mos të skuqeni, mos të digjni lëkurën. Dhe acidet që unë preferoj për trajtimin e melazmës është acidi mandelik dhe acidi laktik. Janë acide shumë të buta, por shumë efektive në zbardhjen e njollave dhe në heqjen dhe zhveshjen e një shtrese sipërfaqësore të lëkurës. Përveç kësaj, melazma ka dhe komponentin vaskular, pra nuk kemi vetëm pigment kur kemi të bëjmë me melazmën. Dhe këtë kam kuptuar akoma më mirë kur vin pacientët, ne bëjmë atë skin analyzerin, analizimin e lëkurës nëpërmjet aurës dhe shikojmë nëse melazma e tyre, pra njolla e tyre kafe, është dhe vaskularizuar, pra ka dhe gjakun nëpër të. Nëse melazma ka dhe komponentin vaskular prezent, na duhen disa përbërës të tjerë, siç është për shembull acidi traneksamik, niacinamidet, së bashku në kombinim me vitaminën C sigurisht. Na duhet që të ndërtojmë një rutinë shumë të mirë në shtëpi, në mënyrë që ta mbajmë në kontroll melazmën dhe të gjitha trajtimet që do bëjmë në klinik të funksionojnë më mirë. Asnjëherë nuk nisen trajtimet në klinik nëse rutina e pacientit në shtëpi nuk është korrekte. Pse? Sepse nuk do të marrim asnjëherë rezultatet e duhura. Në klinikën Onja e trajtoj melazmën me shumë kujdes dhe me shumë dashuri. E them gjithmonë që me melazmën nuk duhet të jesh agresive, sepse vetëm e bën më keq. Hiperstimulimi që mund t'i bëjmë ne qelizave që japin pigment lëkurës, na e sjell dhe na e bën rebound, na e bën më keq. Ndaj, melazmën në klinik nuk e trajtojmë as me një krem të vetëm, as me një aparaturë të vetme. Unë jam investuar shumë në klinikën Onja për trajtimin dhe zbehjen e kësaj patologjie. Sigurisht që nuk ka një zgjidhje definitive ende, nuk e ka dhënë akoma shkenca, por përpiqemi që nëpërmjet të gjitha teknologjive që ne disponojmë të japim rezultate sa më të mira për pacientët tanë. Kemi parë rezultate shumë të mira me BBL-in, me Moxin, me Dermapenin dhe me Skin Boostera. Por le të ndalem një nga një. Arsyeja pse këtë episod vendosa që ta bëja vetëm ishte kryesisht BBL-i. Jemi në një treg shumë kaotik ku ka informacione pafund dhe përdorimi i një spektri të gjerë drite për trajtimin e melazmës është zgjidhja më e shkurtër. Pse? Sepse përdorimi i teknologjive si IPL apo BBL juve do ju japi një rezultat në një afat shumë të shkurtër kohor, sikur melazma juaj u zhduk. Por për rreth 1 muaj, 2 muaj, maksimumi 3 muaj, melazma juaj do të rikthehet më keq. I gjithë investimi juaj do të shkojë dëm dhe është një procedurë totalisht jo korrekte e ndjekur nga mjeku që ju ka kryer. Pse? Ka një arsye pse BBL-i nuk përdoret për melazmën. Më lini t'u sqaroj. BBL-i është një spektër i gjerë drite që godet pigmentin sipërfaqësor. Por, siç ju shpjegova, melazma nuk ka vetëm komponentin sipërfaqësor. Melazma ka dhe komponentin e thellë. Në momentin që ne godasim me BBL melazmën, përçojmë nxehtësi në lëkurë, një nxehtësi e cila nuk është fort e kontrolluar, sidomos për të penetruar në shtresat më të thella. Në momentin që BBL-i penetron në derm, në shtresat ku është depozituar ky pigmenti i thellë, ai jo vetëm që nuk e largon melazmën, por e plas atë në copëza të vogla pigmenti dhe thjesht e përhap. Ndryshe nga njollat nga dielli apo hiperpigmentimet sipërfaqësore, melazma është shumë delikate. Melazma ka natyrë inflamatore, ka natyrë hormonale, ndaj ne nuk mund ta godasim kurrësi melazmën me BBL. Ju lutem fiksojeni këtë gjë në kokë përtej çdo marketingu që mund të shikoni vërdall. BBL-i përçon shumë nxehtësi dhe kjo nxehtësi përkeqëson inflamacionin, përkeqëson njollat, rrit aktivitetin e melanociteve dhe në disa raste, madje në shumicën e rasteve, përkeqëson melazmën. I vetmi rast kur mund të gjej përdorim BBL-i te melazma është kur kemi një melazëm sipërfaqësore
por dhe këtu me shumë kujdes, gjithmonë duke e mbajtur në kontroll me produkte melazmës si hidrokinoni apo alfa-arbutina, por asnjëherë BBL-i si zgjidhje e parë ose zgjidhje e vetme për melazmën. Ka disa raste ama kur unë kam kombinuar BBL-in për melazmën, kur ajo ka qenë sipërfaqësore dhe kur menjëherë pas unë kam aplikuar Moxin. Moxi është një lazer jo ablativ i fraksionuar. Çfarë do të thotë një lazer jo ablativ? Do të thotë një lazer që nuk dëmton shtresën sipërfaqësore të lëkurës, nuk e gjakos atë, ka një gjatësi vale 1927 nanometër, që do të thotë nuk penetron në shtresat e thella të dermës, por vetëm në dermën sipërfaqësore. Dhe çfarë bën Moxi? Moxi vepron si një ganxh që e merr pigmentin nga shtresa sipërfaqësore e dermës dhe na e nxjerr në sipërfaqe. Duke ju dalë juve ato pikat e vogla kafe që i shikoni që janë shumë t'japin shumë kënaqësi kur i shikon, sepse e kupton që dhe trajtimi ka funksionuar shumë mirë. Moxi vepron shumë mirë për sa i përket melazmës, sepse jo vetëm na targeton këtë pigmentin që është në shtresën sipërfaqësore të dermës, por gjithashtu na forcon shumë edhe një element që quhet dermal epidermal junction, që është një pikë lidhëse midis dermës dhe epidermës në lëkurën tonë. Në momentin që ky dermal epidermal junction është i fortë, nuk na lejon që pigmenti sipërfaqësor, sepse qelizat që japin ngjyrë lëkurës janë në shtresën sipërfaqësore të lëkurës. Dhe në momentin që ky dermal epidermal junction është i fortë, nuk na lejon që këto melanocite që gjenden këtu sipër të kalojnë nëpërmjet këtij dermal epidermal junction të dëmtuar, të kalojnë në dermë. Në momentin që ky dermal epidermal junction dëmtohet, këto melanocite depozitohen pastaj duke e bërë pigmentin dermal. Por Moxi vepron shumë mirë për ta forcuar këtë dermal epidermal junction dhe gjithashtu për të na hequr të gjithë këtë pigmentin që ndodhet në shtresën sipërfaqësore të dermës dhe në epiderm. Më pas, pigmentet shumë të thella është e vështirë që të hiqen nëpërmjet aparaturave. Akoma nuk është shpikur diçka që ta targetojë 100% heqjen e pigmentit dermal. Përveç kësaj, Moxi nuk është vetëm trajtim për pigmentin, por është një mënyrë për të ripërtërir dhe rigjeneruar komplet strukturën dhe teksturën e lëkurës. Të shikoni benefite dhe të rrudhat dhe të poret, pra jo vetëm tek pigmenti. Trajtim tjetër që unë përdor për melazmën janë skin boosterat. Dhe skin boosteri që unë preferoj për melazmën është Rejurani. Pse preferoj Rejuranin për melazmën? Përveç se ka studime të cilat pohojnë se Rejurani pengon shumimin e këtyre qelizave që japin pigment lëkurës, Rejurani gjithashtu forcon dermal epidermal junction. Pra te melazma ne na duhet të forcojmë këtë dermal epidermal junction, e forcon, e trash këtë lidhje dhe gjithashtu na trash dhe shtresën sipërfaqësore të lëkurës dhe na ul dhe inflamacionin, sepse tham që melazma ishte dhe një gjendje inflamatore e lëkurës. Shpresoj që mos t'ju kem lodhur deri tani dhe të keni marrë informacion të vlefshëm. Një mënyrë tjetër shumë efektive trajtimi është dhe kombinimi Dermapen 4 me mezoterapisë dhe peelingut kimik. Dermapen 4 na krijon mikrokanale në lëkurë dhe nëpërmjet këtyre mikrokanaleve ne arrijmë të penetrojmë këto substancat aktive direkt në lëkurën tonë, acidin traneksamik, alfa-arbutinën, vitaminën C, për të targetuar dhe për të qelluar direkt këto njolla melazmën. Sigurisht që ka nevojë për më shumë seanca se sa një lazer, megjithatë rezultatet janë aty dhe është një trajtim shumë efektiv. Se u bëra shumë serioze, po kur flasë dhe shpjegoj këto gjëra që kanë lidhje me profesionin tim, nuk e di pse bëhem kështu shumë serioze. Megjithatë është diçka serioze pjesa e melazmës dhe më serioze janë akoma dëmtimet që ju i bëni lëkurës nga trajtimi i gabuar i melazmës. Ka shumë vajza të cilat eksperimentojnë me trende TikToku, me produkte TikToku, me peeling në përqindje shumë të larta që i përdorin në shtëpi, shikojnë një terapi që ka funksionuar te influenceri atyre e preferuar dhe shkojnë e provojnë dhe ato në një klinikë estetike, totalisht e gabuar sepse varet a ju përshtatet dhe juve apo jo me tipologjinë, me llojin e njollave që juve keni. Pacient që bëjnë lazera ose që bëjnë
CO2 është pa analizuar pigmentin, llojin që ata kanë në lëkurë, persona që kryejnë terapi dhe për trajtimin e melazmës dhe nuk përdorin SPF çdo ditë, nuk e riaplikojnë SPF-n, një krem nuk mjafton, por duhet edhe riaplikimi i duhur, duhet përdorimi i filtrave të duhur. Filtrat fizik të mbrojnë më mirë nga melazma, sidomos një krem dielli me ngjyrë të mbron më mirë nga melazma. Ne cekëm pak dhe me doktoresh Dorina Hajron, dermatologen, që kremrat e diellit me ngjyrë funksionojnë më mirë për pjesën e melazmës sepse kanë oksidin e hekurit, i cili të mbron edhe nga drita blu dhe nga drita e dukshme e diellit. Kam parë shumë raste të përkeqësimit të melazmës nga një kujdes jo profesional, pra në duar jo të sigurta, dhe pikërisht për këto lloj dëmtimesh flas sot, sepse ju si pacient nuk keni nga ta dini çfarë do funksionojë apo çfarë nuk do funksionojë për ju, por na takon neve si mjek që t'ju udhëheqim në këtë rrugtimin tuaj për zbehjen e njollave. E rëndësishme është që ju të kuptoni që melazma nuk do të zhduket asnjëherë për gjithmonë. Dhe ky është një premtim që unë nuk ua bëj dot pacientëve. Pra, jam shumë e qartë në konsultat që bëj me ta. Unë mund t'ju ndihmoj për të zbehur melazmën, por jo për të zhdukur melazmën. Megjithatë, nuk është e pamundur që ajo të vihet 100% nën kontroll, është nën kontroll, është në shtresat më të thella të dermës dhe nuk duket më aq shumë në sipërfaqe, por ne mund të arrijmë ta vendosim nën kontroll melazmën, në mos 100%, të paktën në 80% të saj, me terapitë e duhura, me produktet e duhura, me kujdesin rigoros që ne të tregojmë. Duhet shumë durim, duhet edukim dhe duhet një kujdes konstant. Trajtimi me melazmës nuk është diçka që zgjidhet as në një seancë, as në 3 seanca. Është një rrugtim. Pacientët e mi që kanë shkuar më mirë me melazmën janë ata që ndiqen prej vitesh, që asnjëherë nuk e lën pas kujdesin e lëkurës në shtëpi dhe trajtimet në klinik. Nëse ti ndihesh i humbur sepse ke melazma dhe nuk di se çfarë të bësh, më beso që nuk je i vetëm. Ky episod ishte për ty. Uroj të kem qartësuar pak, mos të jesh lodhur duke më dëgjuar mua. E di që ishte pak teknik, por melazma kështu është shkencë më vete dhe kërkon shpjegimet e duhura. Unë ju mirëpres për çdo pyetje që mund të keni, mund t'i bëni nëpër komente dhe do ju kthej përgjigje. Gjithashtu mund të na vizitoni te Klinika Onja për të ndërtuar një rutinë të mirë për ju dhe një plan trajtimi. Mos harroni të bëni like dhe subscribe. Dhe shihemi në episodin e radhës me një kirurge plastike për të folur për kirurgjin plastike dhe fillerat. Paqim!